që ta ndaj dhe me audiencë dhe doja të dija si arrihet kjo. Besimi do thoja në ratë parë që të kesh besim të ajo punë që ata bëjnë dhe që mos i rish gjithkohon te koka. Nëse ke mundësi që t'ju japë shkollën tënde. Për shembull siç kam bërë unë edhe kryeredaktoria Natasha Pepivani që kishim një eksperiencë shumë madhe në libër shkollor dhe ta japësh atë eksperiencë. Po jo si mësuese. Po duke punuar. Bërë si diktues pastaj. Dhe pastaj ti thush që ti mund ta bësh vetë të gjë. Dhe edhe kontrolli ka një kufi, sepse unë kam arritur në përfundimin që çado që të kontrollojmë ne, mund mos ngelesh asnjëherë i kënaqur. Dhe ta bësh vazhdimisht njeriu që punon për ty dhe ti shfaqësh vetëm pa kënaqësi që dëgjoj se kjo mund të bëj kështu, mund të bëj më mirë kështu, mund të bëj më mirë kështu. Ajo e bën pasaj që edhe atë gjë pozitive që ka brenda vetes vetë t'ia zhveshësh, t'ia heqësh. Madje nuk e edhe për ide të reja që të vi me një feedback. Sepse ti menjëherë e kupton që ai njeri e ka thithur iden tënde, është duke e bërë, dhe në momentin kur e shikon dhe ke siguri që ai është duke e bërë, atëherë ky besim vlen shumë.